Triumfi i kombëtares shqiptare ndaj serbëve ka gëzuar të gjithë patriotët e vendit në mbar vendin, padyshim që patriotizmin e tij e ka shprehur dhe Edon Zhegrova, lojtari përfaqësuese së Kosovës. Sulmuesi shqiptar ka reaguar në rrjetet e tij sociale me një Insta story. Zhegrova ka provokuar serbët me një fotografi ku mban në duar flamurin e Shqipërisë dhe me plis në kokë, gjatë kohës kur ishte pjesë e Lil. Gjithashtu 26 vjeçari ka vënë dhe mbi shkrimin krenar me flamurin e Shqipërisë dhe Kosovës së Bashku. Serbia është mundur nga Shqipëria në fushën e vet me rezultate 1-0 në ndeshjet kualifikuese për Kupën e Botës 2026. Në konferencën pas turpit që pësoi në Leskovac, trajneri përfaqësues serb Dragan Stojković ka dhënë dorëheqjen. Ja çfarë tha ai në konferencë. A kemi lojtarin e më të mirë? Nuk e di, kjo përzgjedhje lojtarësh ka qenë zgjedhja ime, u përpoqja ta zgjidhim këtë ndeshje në favorin ton, ose kam gabuar në zgjedhje ose thjesht kam gabuar, por ja që ndodhi kështu. Kur të largohem, do të largohem me krenari. Ka qenë privilegj të jem trajneri i vendit tim, që kur mora drejtimin dikush do analizojë nëse ja vleti apo jo, nëse pati gjëra të mira, mendoj se po, por nuk duhet të ndodhte të humbnim këtë ndeshje. Jo për mua, por thjesht nuk duhet të ndodhte. Nuk e prisja këtë, jo për faktin nëse do të qëndroj apo jo, unë jam fajtori më i madh, mos fajsoni lojtarët, është përgjegjësia ime, gjithmonë në jetë kam ndjekur logjikën që duhet të jesh i sinqert me veten. Nuk jam për ta fajsuar skuadrën, djem të munduan, luftuan dhe vrapuan. Gjithçka që folëm dhe përgatitëm nuk mjaftoi. Unë i mbroj 100% ata. Kam qenë këtu 4 vjet e gjysmë dhe po të ma thoshte dikush këtë në vitin 2021 nuk do e besoja. Kemi pasur shumë suksese, shumë momente të bukura, kemi gëzuar kombin, por këtë herë zhgënjyem dhe unë jam këtu për të mbajtur përgjegjësi, pa justifikime. Nuk udhtoj me ekipin të dielën. Situata është e veçantë sepse nesër udhtohet për në Andorra. Unë nuk udhtoj, është e pakuptim të shkoj me ekipin, u thash këtë dhe më dëgjuan. U thash se me shumë gjas nuk do të shkoj në Andorra dhe se ndeshjen me shumë mundësi do ta drejtojë ndihmësi im Goran Dorović. Kam biseduar tashmë me presidentin dhe sekretarin e përgjithshëm dhe si një njeri i përgjegjshëm kam ofruar dorëheqjen. Këtë humbje nuk e prisja, sidomos ndaj një ekipi që është rivali im kryesor për vendin e dytë. Marr përgjegjësi absolute dhe unë jam i vetmi fajtor. Për këtë mos u shqetësoni, më vjen keq që humbëm, por kështu është sporti dhe jeta. Do ketë kohë të flasim për gjëra të tjera, por si person përgjegjës kam ofruar dorëheqjen para dy drejtuesve kryesor të federatës, tha Stojković në konferencën për shtyp. Ai shtoi: besova se mund të fitonim, anti të paktën të barazonim, por jo të humbnim. Është përgjegjësia ime, pranoj çdo pasojë dhe kaq. Më vjen shumë keq që Serbia humbi. Unë nuk jam aq i rëndësishëm. Nëse ndoshta ai top do të kishte hyrë në port, gjithçka do të ishte ndryshe, por tani është kohë të flasim. Provova gjithçka në pjesën e dytë, por nuk dha rezultat. Më vjen shumë keq për njerëzit, për gjithë futbollin serb, kur humb ndaj rivalit më të madh. E di se çfarë do të thotë kjo. Do flas me federatën, do vendosim bashkë, por e di që vazhdimi është shumë i vështirë. Jam plotësisht i vetëdijshëm për këtë. Do marrim vendimin më të mirë. Kam përgjegjësi ndaj organizatës dhe pranoj fajin. Ata e merituan fitoren, arritën të na mundnin, po presim një shans tjetër për t'im mposhtur, por sonte nuk shkoi. Ju e dini vetë, prej kohësh punoj nën presion të jashtëzakonshëm, më janë drejtuar fjalë të papërshtatshme. Ishte shumë e vështirë të përballesha me këtë. Kjo humbje nuk duhet të ndodhte, por ndodhi dhe unë pranoj përgjegjësinë. Jam në krye të ekipit dhe jam këtu për të përballuar pasojat, tha trajneri Stojković pas ndeshjes.